dhe qeverisja e tij nuk ka qenë në gjendje për 3 palë zgjedhje me ndërtu një kompromis, për me kuptu bazën e shtetit. Pra, na kur kemi diskutuar edhe herat e kaluara, këtu unë kam pasur edhe keq kuptime edhe me elektoratin e LDK-s një kohë, sepse unë thoja që sistemi që është ndërtuar është kështu. Kushdo që del partia e parë apo koalicioni i parë në zgjedhje, i takon me propozu kryetarin e kuvendit, njërin nga deputetët e vet. Dhe vetëvendosjes i takonte. Kushdo që e formon, kushdo që e ka shumicën për 61 deputetëve, i takon me formu qeverinë. Por herën e parë i takon me provu atij që ka dalë partisë apo koalicioni që ka dalë i pari. Ndërsa kur vjen te presidenti, vetë ideja në themelimin e shtetit ka qenë që të ndërtohet kompromisi. Dhe kur vjen te presidenti, të ndërtohet një kompromis për te. Duhet paktën 80 deputetë të marrin pjesë në procesin e votimit. Pra që nën kupton që mbi 90% e popullsisë votuese duhet të arrijë kompromisin, sepse ju dini që 20 vende janë të rezervuar për komunitetet. Pra, për 80 deputet, për 120 deputetëve, ku 100 dhe ku 20 janë të minoriteteve, ty të rritet pragu shumë. Pra, ai 60%, 70% që do të më fitu rreth 80% i përmujt me bëj këtë punë. Pra, është absurde me kërku. Është absurde me kërku që një parti, në mënyrë unilaterale, pa kompromis, pa dialog, pa proces politik, me kërku me zgjidh presidentin. Dhe ky mos kuptim, tash unë kam dilemën kryesore këtu që besoj duhet ta diskutojmë. A është mos kuptim për sistemin, apo është veprim i qëllimshëm i cili po e dëmton dhe rrezikon shtetin. Pra na që një vit e gjys, të paktën që një vit e gjys, nuk flasim për projekte, nuk flasim për ide, nuk flasim për nivelin e qeverisjes, nuk flasim për cilëtetin e qeverisjes, nuk flasim se si kemi u zhvillu, nuk flasim se si kemi integru NATO, si kemi integru Bashkimin Evropian, në organizata tjera si Këshilli i Evropës, organizata ku shteti i Kosovës përfiton. Na thjesht merremi hajvani hajvanati, i dau 100 euro si dau 100 euro, dhe ndërkohë që çmimi i energjisë është rrëfishu, ndërkohë që kosto e jetesës është pa përballueshme për qytetarët e Kosovës, po çka është më e rrezikshme, qytetarët e Kosovës po ikin prej Kosovës. Kosovën po e bëjmë të pajetueshme për qytetarët e Kosovës. Dhe sidomos këto 6 vitet të fundit, në mënyrë masive, se edhe për shkak të diskursit që po e ligjerojmë publikisht, e kemi bërë vendin të pajetueshëm. Dhe në fund mas 10-15 vjetës se dikur ka me mri një finale. Në anë politik jemi për me shkutu kohën kur e mrim finalen. Rruga përpej dikur ka mu bë. Problemi është se mas 10 vjetë ndoket të që janë deputet kur e kemi aprovu kredin me bankën botërore për rrugën përpej. 2016-17, 10-11 vjetë, tash ka fillu mu bë. Po çështja është me shkurtu kohën, sa e dikur bëhet. Edhe termocentrali ka mu bë dikur, po problemi se na jemi të pagu miliardat. Nëse ato miliarda më shkuan në arsim shëndetësi, zhvillim ekonomik, projekte zhvillimore, qendra turistike, pra çka po ndodh? Qytetarët e Kosovës, përveç se ikun me jetu diku tjetër, edhe ato pak pare që i kanë, për me bëni një pushim familjar, duhet me dalë jashtë Kosovës. Ndërkohë që rrugova është shkret, ndërkohë që zona tjera turistike të Kosovës shkreta, pse? Sepse kemi një master plan, s'kem një ide që do me bë. As me pronën private, as me pronën publike. Pra, 6 vjetë kemi humbur. Ndërkohë që rajoni po zhvillohet, kemi qenë shumë më mirë në aspektin e demokracisë, se krejt rajonin para 10 viteve, kemi qenë shumë më mirë në aspektin e ritmit të zhvillimit ekonomik, se krejt rajoni kemi mbet mbas krejtve. Pse? Ku na humbim? Humbem te konkurrueshmëria e brendshme politike dhe te ideja për me konkuru me ide dhe projekte. Tash po konkurrojmë me sharje, me fyrje, me ofendime, hajvane hajvanat. A është kjo politika?